Verseti i radhës i përkushtohet shahidëve, dëshmorëve të cilët kanë rënë në rrugën e Zotit. Dhe ky verset gjendet në surën Bekare, ajeti 154. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, dhe mos thoni për ata që janë vrarë në rrugë të Allahut, janë të vdekur. Përkundrazi, ata janë gjallë, por ju këtë nuk e ndjeni, nuk e dini. Fjala e Zotit të lartësuar është e vërtetuar.